Përshëndetje të gjithëve, si fillim dua të uroj të gjithë besimtarët musliman që sot ka nisur ditën e parë të agjërimit. Allahu na e lehtësoft këtë muaj të bekuar, na e pranoft agjërimin, lutjet dhe duat tona. Ne në shtëpi agjërojmë të gjithë përveç vjerrit dhe fëmijëve sigurisht dhe po i përgatisja mëngjesin vjerrit. Siç e dini, vjerri ka 10 ditë që ka nisur programin detox dhe për mëngjes merr zvendësuesin e vaktit proteinën plus, të cilën e ka me shije kakaoje pa sheqer, duke qenë se vuan nga diabeti. Ne këtë herë nuk e kemi aq primare rënjen nga pesha, më shumë detoxin e kemi marrë për të bërë një pastrim të trupit, sepse kishte shumë djegje poshtë këmbëve vjerri dhe prandaj donim që të bënim një detoksifikim për të pastruar trupin nga toksinat. Për persona që duan të bien nga pesha, proteina plus duhet të përgatitet patjetër ose vetëm me ujë ose me qumësht dhe kos pa yndyrë. Por gjithsesi, edhe pse fokusi nuk e kishin fiks tek kilogramët, vjerri ka arritur të humbas plot 4 kg deri tani. Fillim kur e nisi ishte 92 kg dhe tani është 88 kg, por më rëndësishmja për ne është që ka goxha përmirësim tek pjesa e këmbëve. Thotë që tani natën nuk e ndjen më atë shpimin dhe atë nxehtësinë që ndjente më përpara. Programi detox personalizohet sipas nevojave tuaja specifike, madje është shumë i përshtatshëm edhe për ato që janë në agjërim dhe nëse keni kilogram të tepërt për të hequr, mjafton më kontaktoni për të bërë si fillim një konsult e pastaj për të vendosur për produktet e duhura për ju. Dhe siç pat në video, ato që po fusja në përkuti janë Sara, mi kemi bërë gati që ti kemi për Ramazan, mos lodhemi më duke u marrë me to. Edhe qept për kim, edhe ato i kemi bërë gati përpara dhe do i ruajmë të gjitha në frigorifer. Kemi bërë goxha, kemi mbushur disa kuti që të kemi thuajse për gjithë muajin. Kimën e kemi bërë gati plotësisht, pra i kemi zirë qepët me të gjitha gjërat që duhen dhe i kam vendosur në frigorifer dhe kur ti nxjerr nga frigoriferi, thjesht do i vendos në tepsi, do i vendos dhe vezët dhe sarmat i kam provuar edhe më përpara dhe rrin fantastike në frigorifer, ndërsa kimën është hera e parë që e provoj. Do ju tregoj në videot në vazhdim se si do qëndrojnë, kështu që mos harroni të bëni follow.